Art Folk. Arti. Mesazhe, vlera dhe emocione të drejtë për drejta. Tradita shqiptare, doke dhe zakone nga të gjitha trevat. Do të udhëtojmë në tingujt folklorik, në krijimet e hershme. Art Folk, në ekranin e televizionit Apollon. Përshëndetje shikues të nderuar, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin Art Folk. Misioni ynë është që të përcjellim tek ju vlerat kulturore, gjithashtu të pasqyrojmë tek ju për kënaqësinë tuaj Fondin e Art të Kulturës Shqiptare. Jo vetëm kaq. Ky fond është i shtresuar dhe trajtuar dhe ritrajtuar vazhdimisht, periudhë pas periudhe, kohë pas kohe. Por, sigurisht, ai mbetet gjithmonë një pasuri e çmuar, një pasuri e vyer, e cila shfrytëzohet dhe ndryshon vazhdimisht. Në fakt, në ditën e sotme, në temën e sotme, neve kemi ritrajtuar temën e emisionit Art Folk me një vizion të ri dhe me një mision të ri. Është ky shkaku edhe për arsye të një teme delikate, një teme të mpret, të cilën neve dashur pa dashur, pothuajse të gjithë e përdorim dhe të gjithë jemi pjesë e komuniteteve apo e grupimeve të caktuara. Sot në studio, duke e ritrajtuar vlerën kulturore, vlerën artistike të krijimtarisë së një komuniteti, të një individi dhe performancën e gjithë secilit prej tyre, kemi në studio të ftuar zotin Hasan Arapaj, kryetari i shoqatës së egjiptianëve të Shqipërisë, me qendër në Fier. Me qendër në Fier. Hasan, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Art Folk. Në fakt do doja të flisnim pak fjalë sa për fillim për kulturën egjiptiane, për atë që sot është një shoqatë, është një grupim dhe çfarë aktivitetesh ka shoqata juaj? Shoqata jonë ka shumë aktivitete kulturore, e cila është e shpërndarë anekta në Shqipërisë. Ajo është përbërë nga shumë instrumentistë të ndryshëm, me famë në Shqipëri, të cilët ata janë shumë krenarë që këndojnë adheut tyre Shqipërisë, sepse aty mund të përmendim të madhin mentorët Gjemalin, për ty adhe. Pra, mentori është pjesë e komunitetit egjiptian të Shqipërisë, ose quajtur ndryshe Magjyp? Jo. Sami Frashti thot, e vgjitëria, për opinion, po e them më shumë, është misiri Egjipti i sotëm, dhe s'ka pse të flasin, të përshpërisin, të përgojorojnë këta njerëz që kanë një preardhje nga një shtet që i dha kulturën dhe civilizimin botës. Ai ishte Egjipti. Këta e mbrojnë doket dhe zakonet e tyre. Janë shumë tolerant, janë punëtor, janë shumë të dashur, aty ku jetojnë, aty ku punojnë. Sigurisht, por unë do doja më shumë të fokusoheshim tek prurjet kulturore, tek krijimtaria shpirtërore, sepse duke qenë që jeni një komunitet, duke qenë që e quajmë veten një komunitet i caktuar apo një minoritet në Shqipëri dhe kudo, sepse minoriteti egjiptian nuk ndodhet vetëm në Shqipëri, ndodhet dhe në Greqi, kemi dhe në shtetet tjera ku minoriteti juaj dallon, por çështja qëndron që juve si minoritet, përgjithsisht jeni tretur me jetën qytetare të gjithë secilit shtet ku jeni, të qytetit ku jetoni. Po. A ruani zakonet dhe doke? Ajo qëndron që thoni ju, por ne i ruajmë doket dhe zakonet tona. Në shekuj. Ata janë të shtrirë në gjithë Ballkanin. Bullgari, Rumani, Maqedoni, Serbi, Maltëzi, Greqi, Shqipëri. Këta përbën
një komunitet shumë të zgjeruar, shekull më parë, 4.000 vjetë para Krishtit. Do të themi se si kanë ardhur këta në Ballkan, 4.000 vjetë para Krishtit, kur mbreti Ramsesi II pushtoi botën e asaj kohe. Dhe besonin diellin, dielli është Perëndia. Pa diell nuk ka jetë. Dhe kështu, ky komunitet ose minoritet më të shumtët nuk besojnë në fera. Sepse është një popull shumë i menshëm, shumë i zgjuar dhe beson vetëm në një dielli. Se pa diell nuk ka jetë. Pra, juve i qëndroni besnik atij konceptit të vjetër të besimit egjiptian, të kulturës së lashtë egjiptiane, dhe po thuaj se gjithë mendimi juaj referohet në këtë lloj arsyetimi, në këtë lloj besimi? Një pjesë na ne besojnë, fe të ndryshme. Muslimanizmin, krishterizmin. Ne kemi për shembull në Shqipëri, kemi edhe të krishterë, kemi edhe muslimanë, po kemi edhe në ata që nuk besojnë fare. Në asnjërin prej këtyre dy besimeve. Në një nga të gjitha fetë. Ata janë distancuar dhe i quajnë diçka jo të kohës. Sepse sot shkenca ecën. Ne do të shkojmë me shkencën. Po feja bën punë e saj. Ne nuk ndryhim në punët e saj. E qartë. Krijimtaria muzikore dhe artistike përgjithsisht, do të thënë, meqense në një udhëtim historik të cilin ne do ta kryejmë pak më vonë, unë do doja së pari të evokoja disa figura të njohura të artit dhe të kulturës shqiptare. Juve nisët me Mentor Xhemalin. Po, Mentor Xhemali është figura e gjithë kombit shqiptar, jo e egjiptianëve, po të gjithë shqiptarëve. Ai është një figurë e pazëvendësueshme. Zëri i tij, kumbus, tingëllus, me aq temp, me aq fuqi, ka treguar, jep atë forcën për ty atë dhe, se sa i dashur dhe i dhimbshur është atë dheu. Ai është pren me këngën dhe me shpirtin e tij. Sigurisht ai është nostalgji për të gjithë ndërgjegjen qytetare, për të gjithë ardashësit e muzikës shqiptare. Dhe meqense jemi në këtë pikë, shikues nderuar, kam dëshirë të risjell përballë jush, megjithëse nga fondi arkivor, të risjell përballë jush emocionet e zërit magjik të këngëtarit të mirënjohur, tashmë ndar prej jetës, Mentor Xhemalit. Ta ndjekim.
schem granit implico. Super cule, gac postuie Ishte mentor Xhamali, magjia dhe freskia e zërit të tij, gjithë ajo harmoni kumbuese, por edhe performanca e tij artistike, e cila e bëri të njohur me një sër këngësh dhe me një sër krijimesh, të cilat u bën shumë të dashura në mas të gjerë popullore. Por jo vetëm kaq, e gjithë kultura përgjithsisht zhvillohet mbi bazën e krijimtarisë shpirtërore të një individi, të një komuniteti, të një populli të tërë. Por ne sot duam të veçojmë paksa edhe elementet nga komuniteti egjiptian, duke ditur që edhe mentor Xhamali, Laver Bariu dhe shumë figura tjera të cilat ne do t'i rikujtojmë gjatë minutave të emisionit, kanë qenë pjesë e këtij komuniteti. Meqense kaluam tek mentor Xhamali, mund na thoni pak fjalë për historinë e komunitetit egjiptian në Shqipëri dhe relativisht edhe figura krijuese që janë afër nesh ose që janë ende prezent në jetë në rrethin e Fierit edhe më gjerë, se duke qenë që jeni kryetari i shoqatës për të gjithë Shqipërinë, atëherë relativisht sa është numri i antarëve që janë të antarësuar në shoqatën tuaj? Ata neve nuk mund të bëjmë dot një regjistrim të tillë, sepse këto janë duan një fond. Këtë fond e ka munguar shteti, shteti aktual. E ka munguar, e ka lënë të zvarritur, e ka lënë të diskriminuar, kur po të flasim në ana historike, egjiptianët janë 4.000 vjet para Krishtit në Ballkan. Dhe po t'i vëm një shikim nga afër këtij komuniteti, na dalin të tjerët pasardhës dhe jo autokton. Pra, egjiptianët janë autokton 4.000 vjet para Krishtit dhe janë ilirët. Kjo origjinë e muhuar, që është muhuar në shekuj, kjo u zbulua dhe doli në shesh. Kush është Kadmi, i biri mbretit Finikas, Agenorit dhe nënës Telefas, me origjinë nga Egjipti, ai lindi shumë fëmijë dhe një nga fëmijët ja vuri emrin Ilir, dhe treva mori emrin Ilirët, dhe Ilirët janë egjiptianët e vjetër 4.000 vjet para Krishtit. Në tezat historike dhe në vështrimet historike që unë pata mundësi të vëzhgoja gjatë saj periode, diku ndesha që ishin dhe me origjinë nga India dhe më pas u ndanë në disa fise. Sa e vërtet është kjo dhe sa qëndron kjo tezë? Kjo nuk qëndron. Kjo është një përçarje, është një përplasje midis Indis dhe Egjiptit. Sepse vetë qartjet politike, politikanët duan të përplasin këto origjina midis njëri tjetrit, të kenë disharmoni, të shkatërohen. Kështu i kanë vënë një emër Romët. Me çudi të madhe them Romët. Kur këta quhen ciganët. Evropa i quhen ciganë, ndërsa Shqipëria i thot arigjinjt. Arigjinj, po të marrësh nga Feri dhe Purgatori, i Dante Alighieri thot që fjala arigji vjen nga Axhira si Indis, në kufi me Pakistanin. Unë kam 40 vjet që merrem me historinë e Ballkanit. E të gjithave këto trazirat që kanë ardhur, kush ka ardhur e kush nga janë e nga s'janë, për të gjetur origjinën e saktë e egjiptianëve në Ballkan. Tezat historike dhe hipotezat mund të kenë përplasje në argumentet e tyre. Megjithatë, e rëndësishme është ajo çka unë doja të veçoja në ditën e sotme, sepse pothuajse po e ndryshojmë edhe objektin e emisionit Art Folk. Përgjithsisht misioni jonë është që të japim vlerën kulturore, atë vlerë të krijimtarisë, atë vlerë
të asaj muzës shpirtërore që ka karakterizuar këtë komunitet. Dhe sigurisht, historia ka arsye dhe argumentet e saj e cila mund të flasë me fakte apo me hipoteza të mirëqëna dhe të mirë pranuara. Duke e krahasuar me rombët, me që se ishim në këtë pikë, mund të themi që fisi dhe komuniteti i Magjypve pothuajse është i largët nga rombët, jeni të tretur me komunitetin, por ka një pyetje thelbësore, është gjua. Komuniteti egjiptian nga agjirasit mund ta them, jo arigjin, se basudime që kam bërë unë, këta janë nga agjirasi i Indis, në kufi me Pakistanin. Dhe fjala agjiras jep një kuptim të plot, jep një origjin të këtyre. Kur këta u shpërngullën në kohën e Çingizkanit, që i shkatërroi dhe i dogji përvulloi dhe u vendosën në Hungari. Në Hungari sot çardashet dhe muzika cigane e agjirasve është autoktone dhe ata me respekt të madh e mbajnë këtë muzikë të këtyre arigjinjve, si themi ne, ose agjirasve më e pastër, më njerëzore dhe më origjinale që janë nga agjirasi. Përse komuniteti egjiptian nuk është i bashkuar, por është në për komunitete dhe në për lagje të vogla, në qytetet e Tiranës, të Elbasanit, të Përmetit? Kanë qenë të grupuar në kohën e Zogut, me lagje, të grupuar, por regjimi Enverit, Enverozës mund ta themi, ç'bëri, i hoqi dhe i shpërndau për të asimuluar këta, i futi në për pallate, në për lagje të ndryshme, domethënë se elbetet tash njerëzit edhe shtoheshin si familje, Zgjeroheshin familje, zgjeroheshin komunitetet dhe edhe këta i shtrehonin shumë në lagje të ndryshme. Por egjiptianët kur nuk e humbin origjinën e tyre. Ata janë bashkuar gjithmonë. Me përjashtim të Fierit, që nuk ka, 5 familje janë, po të gjithë qytetet e Shqipërisë janë me lagje. Ata janë me lagje. Ata janë të grumbulluar dhe kanë ato doket dhe zakonet e tyre, kanë kulturën e tyre. Ata janë shumë punëtor, janë shumë të ndërgjegjshëm, janë shumë tolerant. Pak më parë për shikuesin prezantuan figurën e Mentor Xhamalit. A kemi tjera figura artistike të njohura kombëtare? Po, kemi Laver Barion, me atë kaban e tia të famshme mund ta quaj, me ato zemrën e tia të madhe, me shpirtin, që ai e derdh në instrument, mallëngjimin, vojten, mundimin. Kaluam tek Mentor Xhamali dhe tek Laver Bario. Më bën përshtypje që përgjithsisht këta njerëz, pjesë e këtij komuniteti, kanë shkëlqyer me krijimtarinë e tyre, kanë shkëlqyer me punën e tyre. A mos vjen kjo nga tradita e lashtë shpirtërore që ata kanë? A dhe dashuria, dhimbësuria që kanë në shpirtin e tyre dhe vojtet dhe mundimet që heqin, ata i shprehin në instrument. Një artist i mirë, një aktor i mirë, një recitues i mirë, çdo gjë, ose poet, ose ai që bën prozat, e shpreh në letër, në art, në muzikë, vojtet, mundimet të kësaj jete, kësaj bote. Kemi këto figura, a kemi elemente të tjera të njohura në muzikën, në artin shqiptar përgjithsisht, jo vetëm në fushën e muzikës, po edhe në pikturë, në skulpturë, në art, kudo, në çdo fushë të jetës? Eda Zari, një vajzë që ikur në vitet 90, në moshën 17 vjeçare. Vajza me ngjyrë që ikur në Gjermani dhe bëri vend në Gjermani. Eda Zari është në një familje Lela, e cila që kur ishte e vogël tregon. I doja shumë dajllarat, kur ishte e vogël e ulisja në prerjen e tyre. Mos bëhet fjalë për familjen e muzikantëve Lela. Po, kjo rrjedh nga familje muzikantit Lela.
Revzi Cilët Lela këta, kjo klarinetisja, apo familje jo? është e dëgjuar, njifet, janë me famë. Familja Qerimit, po flasim tani, është Etem Qerimi, violinisti virtuoz, i famshëm në Shqipëri. Ka lozur në disa filma me violinë. Violinë e tia është një Paganin në Shqipëri. Është i pari që për herë të parë kompozoi atë Vetin e Bilbilit, megjithëse ishte një muzikant i ri, i parë si muara, i përsëri ishte virtuoz në violinë. Megjithëse moshën, ai është shumë i ri nga shpyrti. Edhe sot është shumë aktiv në skenën e muzikës shqiptare. Është pothuajse prezent. Mirë, meqenëse më kujtove familjen Qerimi, kuptohet që Etem Qerimi si një muzikant profesionist, si një muzikant virtuoz, e ka trashëguar artin e muzikës ti në gjithë familjen. Por, në këto momente do doja pikërisht të përcjellat tek shikuesi atë mjeshtrinë e famshme të violinës së Etem Qerimit. Ta ndjekim.
Ka një ligj për mbrojtjen e shtresave në nevojë, ka një ligj për mbrojtjen nga diskriminimi racor. A ndihet komuniteti egjiptian në Shqipëri një komunitet i diskriminuar? A ndihet një komunitet i cili nuk është vlerësuar aq sa duhet nga sistemi politik dhe nga sistemi shoqëror? Po. Një nga ta, në ka qarë dhe po e them jam unë, Hasan Arap. Jam i diskriminuar nga institucionet shtetërore të regjimit të Sali Berishës. Atë e thot Komiteti Shqiptar i Helsinkit, po e përsërisë edhe një herë, që egjiptianët në Shqipëri janë të diskriminuar nga institucionet shtetërore. Një nga ta jam unë, kryetari i përgjithshëm i tyre, pa davat të tjerë se ku mund të arrijnë dhe ku mund të përfundojnë, ashtu si kam përfunduar rrugëve që më mbledhin Karnaqe dhe e Kurishte. Egjiptianët kur nuk e kanë ullur vete dhe nuk e ullin vetëm. Ata janë kryenar dhe janë kryenes, sepse kultura e tyre. Gjatë periudhës gjysmës parë të shekullit 20, juve keni qenë sistemuar në për familje, keni qenë sistemuar në për lagje, në qytete, dhe relativisht nuk keni një gjuhë, nuk ka një gjuhë që tjetë gjuhë e juaja, tjetë si që është për komunitetin Rom, sot themi që kanë gjuhën e tyre dhe relativisht ata ruajnë kulturën e tyre ndacake, lëvizur, me shtëpi provizore, me jetën si pas natyrës dhe mendësisë të tyre. Ndërsa për juve jeni tretur në për qytete, jetoni në qytete, në pallate, dhe sigurisht, është ajo që thoni juve, jeni njerëz të qetë, njerëz të dashur, njerëz të shoqërueshëm, madje dikush fletova një artikull shumë interesant i cili më citonte një frazë që mua më bëri përshtypje të madhe. Ishte citati i cili thoshte: në qoftë se do të kërkojmë në për histori, nuk do të gjejmë kurrë, thoshte, një pjesëtar nga fisi i magjypëve apo i egjiptianëve i cili të jetë mbajtur mend për ndonjë krim apo për ndonjë monstruozitet apo për diçka tjetër. Janë gjithmonë njerëz të qetë, janë gjithmonë njerëz të shoqërueshëm, familjar, të dashur, madje të urtë. Egjiptianët në Ballkan dhe në Shqipëri kanë pasur baneset e tyre. Kur them baneset e tyre, ata nuk kanë jetuar në kasol dhe me kasht, sepse ata ishin mjeshtra të gurit, të ekurit, ka qenë zanaqin të bakrit. Ata kishin një famë të madhe, që nuk njifesh në Ballkan dhe në Shqipëri, dhe nuk e përdorte njeri këto profesione. Prandaj shtëpitë e tyre ishin luksoze, ishin të pastra, si brenda dhe jashtë, ishin moderne, për atë periudhë. Dhe kështu, egjiptianët kanë kulturën e tyre, dhe më vonë, ata u bashkuan në për këto pallate që i quan gjoja, për ta shpërndarë këtë komunitet, për ta shkatëruar, por ai prapë qëndroi ashtu siç është sot me lagje. Mirë, Hasan, kemi përgatitur për shikuesin e televizionit Apollon, kemi përgatitur një material të shkurtër, një reportazh të shkurtër, i cili na njeh me një panoramë më të gjerë dhe me një seri argumentash për emërtimin e fisit të egjiptianëve, për origjinën e tyre, për një udhëtim i shkurtër në pak. Hasan, ishim tek gjua dhe tek vlera gjuhësore. Në reportazhin tonë u paraqit një skem e cila tregonte se emërtimet si jud, ebre, evre, judeo, jevg, janë pothuajse janë të barabarta me njëra tjetrën dhe si përfundimi i tyre është fjala Egjipt. Është Egjipt. Po, tani këtu flet. Po të marrim veprën e Samiut, veprën e parë të Samiut, të vitit 1878, ku thot, Afrika e Veriut, anët e Boros, që atje është evgjitëria, misiri në klapa, evgjitëria në kohën e pastajme është shtuar dhe zgjatur
gjenë në Sudan. Prandaj thot, kryeqyteti i saj është Misiri. Jo. Është, më fal, Kairua dhe më vonë është dhe Skënderia, qyteti i dytë i Evgjitërisë. Domethënë i Egjiptit të sotëm. Samiu është për mirë, shumë mirë fjalën. Evgjitëria ka qenë shekuj më parë, më vonë mori emrin Misiri, që dhe shqiptarët vinin, ku do vemi Misir, si qa jupje të tjerë. Më vonë pasaj e mori Egjipti. Hasan, me qëse ishim tek kjo udhëtim historik në për komunitetin egjiptian, le të kthehemi në një periudhë kohë në gjysmën e dytë të shekullit 20, gjatë periudhës së regjimit komunist, të regjimit të Enver Hoxhës. A u ndje komuniteti egjiptian i diskriminuar, i pambrojtur? Në atë periudhë kishte një diçka. Jo se ishte i pambrojtur, por nuk kishte të drejtë të barabartë. Si gjithë të tjerët, bile në atë periudhë kishte edhe një gjë që u mohua origjina. Të shkrihesh kjo fare, mos të njihesh komuniteti egjiptian në Shqipëri. Dhe unë kam këtu në fakt një shkrim të shkurtër, një përcaktim të shkurtër, shkëputur nga vepra Vitet e Vegjëlisë së Enver Hoxhës, i cili citon: Egjiptian. Ata nuk janë me origjinë egjiptiane, por indiane, thot Enver Hoxha në librin e tij Vitet e Vegjëlisë. Me grupe të mëdha që në kohën e Xhingis Khanit, por edhe më parë ata kanë emigruar drejt perëndimit, thot. Pastaj ai shkruan, historiani francez, sipas një historiani francez, fjala Evgjit nuk vjen nga Egjipti, por nga greqishtja që do të thotë Iftes. Iftos Ose Kifsosit janë egjiptianë të lashtë. Në Greqi, ose po flasin në kohën e Enver Hoxhës, pastaj do flasim më vonë, ai mundua t'i bënte indian egjiptianët, të asimuloshin. Dhe kjo është e keqja, që politikanët, udhëheqësit shqiptar bëjnë historinë vetë. Tu ka historianën, dhe nuk i lejojnë historianët të flasin atë që është e vërteta. Prandaj unë i bëj thirrje historianëve të distancohen nga politika, të shkruajnë të vërtetën e gjithë kohërave që janë dhe që do të vinë. Atëherë do të themi se kemi një histori të mefillt, të pastër. Historia kuptohet, përbëhet nga fitimtarët. Historinë e shkruajnë sipas një metode dhe sipas një teze, teorie të caktuar, mbështetur në bindjet dhe idetë e historianit. Por unë do doja një vështrim nga ana juaj gjatë periudhës së regjimit komunist. U drejtova dhe më parë këtë pyetje. Gjatë kësaj periudhe, a keni qenë të sistemuar me shtëpi, me pallate, me profesione pune? Nuk është problemi shtëpive këtu. Është problemi se saj barazi kemi pasur. Nuk kemi pasur barazi të plot. Është futur një farë ashtu, si mund të them minoriteti grek ka pasur më influencë sa neve. Ka qenë më përpara se neve i trajtuar. Ja një shembull po ta japun të vllajt tim. Ka qenë në shkollën e bashkuar. Dhe atje në shkollë bashkuar ishte për degën e artillerisë bregdetare, ku disa oficerë të shkollës bashkuar do vinin në Bashkimin Sovjetik të përgatiteshin për këta instrumentat të bregdetit. Vllai im ishte një nga më të mirët në mësime dhe bëri një kërkesë të jepesh e drejta për të kaluar në Bashkimin Sovjetik,
të përgatitës për këta instrumenta special të bregdetit të asaj kohe, por nuk ju dha e drejta. Dhe komandanti i shkollës bashkuar i tha, ne do shojmë një tjetër, jo juve. Po pse, i tha, vlla im, unë jam shqiptar. Edhe i minoritetit është shqiptar, se është këtu, por nuk është nxënës më i mirë se unë. Atë e dim neve, tha. Mirë, ky Dhe është kështu e hoqën vllain, ky është iku vllai në shkollë e bashkuar, ky ishte trajtimi, bëri një kërkesë dhe u largua. Domethënë nuk kishin trajtim. Ata i vinin tek tuk na një si puna saj lules, të rrallë, që mos të binte në sy kjo punë. Mirë, Hasan, kjo është interesante, vinin në një tek tuk si puna saj lules, Po. mos binin në sy. Po. Mirë, sigurisht nuk dua të mërzis dhe nuk dua që të humbas dëshirën për të ndjekur emisionin Art Folk të shikuesve televizionit Apollon. Do të ndjekim një tjetër fragment muzikor, një tjetër performancë artistike me preardhje, pra të artistit me preardhje nga komuniteti egjiptian. Hasan, shikojmë që relativisht komuniteti egjiptian është një komunitet i heshtur, një komunitet i urtë,
një komunitet punëtor, njerëz punëtor të sjellshëm, njerëz të cilët paraqesin për ditë qytetari, kulturë, paraqesin dashuri dhe mirësi në raport me gjithë komunitetin ose me pjesë të tjera ku ata jetojnë. Por kam dëshirë për një moment edhe t'ju drejtohem juve në aktivitetin tuaj, në jetën tuaj. Mund na thuash pak fjalë për jetën tënde, më thatë që keni qenë trompist, i keni rënë instrumentit të trompës. Dhe slaj trombonin, 2 instrument. Dhe tromponit. Unë kam lindur në Berat, jam Beratas. Kam ardhur shumë i vogël në Fierë. Familja ime rrjedh në një familje mjeshtër guri, murator. Por, fatkeqësia, babai më vdiq shumë i ri, 25 vjeç, dhe u largova, erdha këtu te njerëzit e nënës, kishte një njerin e saj. Dhe këtu e kalova të gjithë jetën time. Kam një dashuri të madhe për fjerakat. Më kanë dashur shumë. Qysh në fëmijë. Ata më kanë mbajtur afër dhe unë i dua shumë. E them me gjithë zemrën. Mund na flasësh për muzikën, për krijimtarinë, për gjithë aktivitetin muzikor? Unë për të mos ulur familjen time, sepse këtu u bëra kovaç. Por familja ime kishte një çik të rëndë këtë profesion, si të pa përqyer. Dhe ishin pa qef që unë mora një profesion të tillë. Por unë ja u shpërbleva familjes time, fisit tim. Kapa instrument. Nuk kapa një instrument klarinet, se do më urrenin më shumë familja ime. Atëre kapa një trombon, kapa slaj trombonin, që ishte e muzikës klasike, e muzikës së lehtë, e rockut dhe charlestonit, për të ngritur familjen time, për mos ta lënë në këtë batak